eksponentët më të rëndësishëm të palëve politike dhe konkretisht liderat e partive politike të dy kampeve, kemi parë që e përqendrojnë dhe e koncentrojnë fushatën elektorale, që duke kaluar ndonjëherë edhe në bullizëm në fjalorin e tyre ndaj njëri tjetrit. Dhe kjo është e dëmshme për sa i përket asaj që ne themi që qytetarët dhe votuesit duhet të kenë një komoditet, edhe duhet të kenë gjithë qetësinë e dur politike për ata për të menduar që në ç'drejtim do të shkojë vota e tyre, dhe kjo duhet vi natyrshëm dhe jo e presionuar dhe jo e frustruar nga mesazhet forta politike që ndonjëherë fusin edhe militantët në garë për të ndodhur ato incidente që ndodhin gjatë fushatave zgjedhore dhe që nuk është fare normale dhe nuk kanë pse të ndodhin, ndërkohë që procesi i votimit është një proces i cili kërkon kohën e vet dhe edhe duhet bazuar jo në retorikën e ashpër politike dhe në verbin si thua me nerv të politikanëve shqiptar, por duhet bazuar në qasjet programore, në premtime konkrete që ata japin gjatë fushatave elektorale